Në gjoni pak. Keni nxjerrë do video sot, Dorin, duke gjasma të më shajt muhe, këne janë dheje. Keni nxjerrë të video, gjasma më ka shajt Dorin, muhe, këne janë dheje, më keni shkrujte, ma keni thykaj. Në gjoni mirë këta. Si me Dorin, si me Aleksin, kanë fol plesht tonë të mrejt e fiseve tona. Kështu që para tynet mrejve pleshtve tonë, nuk kena byth me hap gojnë as unë, as Aleksi, as Dori, se kanë fol burrat. Nga moment që kanë fol burrat, nuk mundet me dal as Dori, as Fabio, as Aleksi, me ofendu njani tjetrin. E kemi me detyrim mi dhanë respekt në distancë njëni tjetrit. Ose për ndryshe, i dini ju regullat, ane ka jemi ne. I dini shumë mirë. Okej, kështu që nuk këtë muhabet me ndjerë nga TikToku, se nëse e kini kuptu ka 2 vjetë se këtë muhabet ka ndodhë që ka ndodhë, na qut dhe na pik, ku na qut, atëhere, e bata të shohën që deshet, e arritët, bravo ju qoftë, fitut ju, për nga jo dit, gojat tona janë mbyllë një herë e për gjithmonë. Edhe gojat tona do hapën si e imja, si Aleksit, ditën që do ullna me plesht e me njerëzit tonë të volinë. Atëherë, kur të na japin drejt, pa të drejt për tonë, da flasim ne. Do flasun, do flasi Aleks, do flasi Dori. Rregull. Që të jemi qartë. Mos u lodhni kot. Mos më bani video kot. Se nuk ndodh ajo 1 në 1 milion. Asun me të ndjerë gjys fjale, as Aleksi për mua, asun për Aleksi. Në rregull. Që ta myllim një herë për gjithmonë këtë muhabet. Një herë për gjithmonë, ta benim tru mirë. Se shera funit që shkam fol në herë, po sone, po flas, e në gjoni mirë, e venjim vesh. Që që lodhuni sa të doni, boni, thoni qatë doni, nuk e rru kur shkaj. Okej? Nja. E dyta, që a ka ndodhë mes El Parupit dhe Aleksit, prap mu, nuk kam drejt, as me dhanë mendim, as me thënë ka drejt ky, as ka drejt taj, se Eli është 20 vjeç, edhe Aleksi një 20. E ke parasysh, në kënë ma bete kalamajta. Burrat i zgjidhin vetë gjonat si burrat. Aja për Shkodre, kuja për Kuksi. Rregull. Do vjeri momenti, do ullen, e do t'i ndajnë. E ke parasysh që që mos nga troni dynjan kot. As Aleksi s'ka nevoj për njimën e i qabe këtu në TikTok, as Eli s'ka nevoj për njimën time të pjetrit. Se çdo njeri kur hymi luft, hy me kratë e vetan, nuk hy me kratë e botës. Edhe Eli nuk ka dalë stash për universiteti dhe afut në TikTok, as Aleksi, janë quna rrugë, i din regullat mirë, i din zonat mirë, shu që i zgjidhin vetë. Nuk kanë nevoj për alat. E unë nuk jam nga to që fus zidza, jo të ban me këta, jo të ban me ata. E kupton? Se po t'isha dhunë si shtu, dhe ishe ban TikToku ma zi sa bon. Po ju, bravo ju qoftë, keni rritë sa e keni ban TikToku në shqiptar, do me thanë, ma kesh sa rrigjita Rumanis. Shu na kini, ma gradë na kini qu. Ta dini mirë ta. Ta dini mirë.
qani nanët e motrat shqiptare. Se na kanë rrit me zorë, na kanë rrit me buke, pa bukë kemi vujt. Kanë vujt me ne. Respektoje hasmin edhe luj përballë me hasmin si janë rregullat. Nuk luhet me nanët e me motrat. Po këtu nuk keni faj ju, këtë punë du të merë shteti, jo ne. E kuptoni? A bjeqa do me thënë mi publiku pjetrit motrën, ose gruën, ose nanën? Edhe mi këshill, dash ma merni për mirë, dash ma merni për keq. Gjeni fajtor të vërtet, me fakte, edhe bjeri deres pjetrit ke shpia. Mos bërsemi shqiptarë. E kupton? Se kjo që azu nësë qarë TikTok, ne nga ka nëllë para 3 vjetëve. Unë përveç 2-3 vjetëve që jemi futu me Aleksin, me dhe pjere, unë s'kam njoft njëri këtu në TikTok. Kanë shajt mu, kanë shajt Aleksin, që kena këtu i kujtë përgjigje, si kemi njoft, e kupton? Unë nuk e kuptoj këtë gjanë, zije mund me Aleksin, pi 3, pi qatë pali ke, pi 4, qatë pune ke, se zije mund me Aleksin. Këtë gjanë, vla, nuk e kuptoj, ka një të shku. Ka një të shku, amanet zotit. Ka një të shku. Por jena shqiptarë, sa do që të shami këtu, që atë moment që të takojmë për balë, për bez, edhe ai që duket maj marumi t'i nxjerë syt, të merë gjak në vetull, për nanën e për motrën, e për gra. Mos luni me nana, me motra, me gra. Mos. Mu me ma pasbra këtë familjen dikush në qatë gjonë nuk ja bëj kur. Asë nuk e menoj, mbjet turp me menu me jo mja bon. Mos. Edhe gjonat zgjidhni si burrat, si që takon. Ulluni zgjidheni, kush ka faj, marri përgjësin e fajt. Ka mund, marrë mund atë që të takoj. Atë që në takon. Keti, merë atë që të tako. Nuk zgjidhen gjanat live. Unë pra nej, kam higo quna. Ndodhi diçka me Aleksin, e bom, u degenerum të dy me pak fjallë, e pashin e zërësia i si unë, degenerum një tjetën. Këtu më qeshen ca kopila, u knashin do kopila, e qa fitu? Ato videot ngelin gjithë jetën në dy. Dhe më thënë, si do me vajtë punë nesër mas nesër, me ba mu shkëmby diku më rrugë, asë unë e shofë më sy, asë më shef do të më sy. Nga turpi. Plasë për njerës që kam sedër, për pederasta, për njerës degenerue, për njerës paftyre, njerës që kanë probleme, ke parasysh. Gjokt, ju bëj beqë që ku kam hymë si TikTok, kemi hymë atjere për qef grupi jonë, se du me përmen emra, e din ju kur kemi qanë, kemi hymë për qef, nuk i kemi ra kur kujtë më qafë, nuk i kemi ra robit gjallë më qafë, kena nejtë në punë tonë, më halë tonë,
kena një mu kush na ka kërku ndim, si ja kemi mjëllë kujderet, si me lek, si me ndima, si me go fonde, kreti kemi një mu. Se kena shajt kur ka na ka nisë na shajt do laskar, e ne kur nuk i kemi shajt. Unë jo, as Aleksi, as dikush tjetër. Ka qenë dikush tjetër që shante. Ka shajta, i ka bon, i vetë për zotë gjana me veta. Jena munu me mishë me shpirt, mi thanë mos, se nuk është e mirë kjo që t'u bon. Nuk ka nalu. Nuk ka nalu. A moment që tjetë vi thunë 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, o shok, kjo nuk është e regull. Ke qa mi thënë mo, hecë dhuj, jebi drejtim. Në regull, ne këtu në TikTok, në fillim kemi hy një grup shokësh, edhe si kemi ra kuj pëshaf, vetëm ka kemi një mu me shpirt e me mish, e me prova, jo me lafe, në regull. Mase 95% e shqiptarve na kanë dash me shpirt, se na shikoshin se qarë burrës që qunë që ishim atyre. Ishin një 5% që na u futën, e ke parasysh si futet gjarë pri poshkambe, edhe i 5% e pengoshim ne, a i 5% na qej ku na qej. Se mu nuk më vjen mirë, o shok. E kam shpi në kamës unër. Jam bëthvan ju që të ndoni se ndodhi mu halli, mos e bani ju. Du me ju thanë se nuk kemi bane burnirë, se kemi shajt. Ja kemi hum vetës dlerët, do me thënë ja kemi hum vetës burnin. Po ju them që ndaloni o burra, a turp, pa turp. Ke diçka me tjetë i firin privat të ku je, vla? Po, qa ke? Kam raku më qatë, kam në lek bësht, kam në zënë bësht, kam ka smu motën, kam ka smu grun. Jo, atëherë qa ke? Hajde më tako. Jo, unë kam qenë në domale dikur për 3 vjetë ku isha në TikTok. Nuk shasha do t'unë. Dhe mos t'isha male, le t'jem në mes Tiranës. S'kam frikë rëp të gjamë këtë botë. Shaj nga mjesit bëndarë. Po nuk e shaj do të nënë pjetrit, mërë pa më pas gjamë bosh, mërë. Nuk shaj të nëna pjetrit, motra pjetrit, gruja pjetrit, mërë. Mos. Për bes edhe presidentit e Rusisë të Amerikës i kisha shajt, e s'kishin qa me mbo. Që qem të munu që të mesazh më dhanë në loni, se unë njerë mund të shkarkoj TikTok-un 2 dit, 3 dit edhe pëqi. Ka shumë, nuk kam qa me po, du me thënë. Qa me po, qa me bo. Ba kam thënë unë qa herë që jam fut, që ku kam ik një 2-3 herë. Kam qef mu fut, po t'lisë TikTok-u sigur është, bërshim ma bet, bërshim nga lata, t'kaloshim mirë, do isa fut për zotin, dark për dark, kur t'kisha kot lirë, 1 orë, 2 orë, 1 javë, 2 javë. Për me, qa mu fut? Qa mu fut? Pjetri në kinë, thot të qipsha nanën, të qipsha motrën. Pse mor vla, pse? Se jem kinë. Pi hajtjer ma shaj super ball, ose më thy, hypja vjojnë, hajde filan ben. Takohemi edhe ma shaj për ball. Po ma shaj që për ball, të jap dorën, e ta bi edhe nanën edhe motrën edhe grunë të ma shkërdesh. Po ma shaj që për ball.
Po jo të rimkin e unë koret veriut e të më shash nanë në motrën. Tjetërit. Pat pas bërsh, jo po mendoj. Janë intrigat vjetra shto që përdorni, për best shqiptarë. Shto që i bani ju shtu në për TikTok, ca pipa që ju shikej, për zoti nga bërë që më 92-shin, ku kemi qanë kalamaj, ku lodhëshim me kopacë. A bisam, o vla, të është me nërshme, nëse do lek, ke nevoj për lek, thuj tjetër vla, mjep 5.000 euro, më palë 2.000 euro, mjep 10.000 euro. Ama e nërshme, për besëre, unë me bëm me rak, jesh, edhe qunave shumë TikTok si kam të shok, nuk kam turbi, tha mjep 10.000 euro, vla, se i kam për jallë, mjep 50.000 euro nëse ke mundësi. Po jetë belë të shaj nanët, të shaj motër tjetërin për lek. E kënej bilni e flisni për regula për burni. E zot në arruj, e zot në arruj. Unë, shumë TikTok, nuk e kam fitu atë drejtësin pime, di pse se kam fitu. Unë nuk ja dalë do të me goj. Me goj unë jam deke 2 fjallë. Me të thanë, nalu, mos në bje ma, mos e zgjatë ma, mos e të pro ma. Ka i zdi me goj unë, pas taj di ndryshe. Po me të pas për badhë. Ka i zdi unë. E kështu që, tu për goj kanë qënë ca tjerë të shkafet, që e kanë lujtë, do me thënë, njëherë kanë ba milionerin, njëherë kanë ba coftinën, njëherë kanë ba, qa me të thënë, nuk e di qa me të thënë, do me thënë, zdi gjonë, qa kam pa të do njështë të në TikTok, nuk kam bredh gjysme në botës, kam bredh burgjët e këtë Europës, kam gjysme në jetës në përburgje, edhe do bi prapë nesër. S'ka marru akon me burgjët unëre. Marrova këtë, të vazhde tjetërin unë, e di unë që e një vetën pime. Po s'kam pa, vla, s'kam pa kështu. Keni halë, po Fabio, mjep 500 euro, mjep 1.000 euro. Po kush të jep lek më të shajt nanën e motrën, më shajsh mu nanën e motrën, e të qep lek? Po ti nëse me 1 milion e kam nërmen me t'i dhenë, nga moment që ti mi qa, u mami i bëj 100 fishin ato i paguj, e pa qaj balin ty, se sa të pëshaj shpi, e qep legun ty, e kupton? Mua, së rëshqibe. Mua, se kam pas qunat mirë që në TikTok, kanë një mu halëgjie, kanë një mu njerëzë. Ka qunat që në TikToker që kanë qenë në bërë dhe më pytër, ja kanë ledh leke sene, ja kanë dalë mërë për zotin ore. Amani mon, ju të vjetë që ku kemi qenë një grupë të në TikTokere, ku ka pas shumëre. Tani, më shamu dikush, e fusin këtë në live. Shata pjerë dikush një njeri këtë palidhje, ku kishte shansë me fut njeri më live, ore. E kuptën? Tani e fusin, thonë respektit, pje njëshi. Qarë njëshi mërë, qarë njëshi mërë, qarë njëshi mërë, qarë njëshi mërë, se nuk ta falë shqiptarit qamen mërë. Po jena në përbot mërë, se një ditë që dhe takona, dhe t'ja ham kokat në një tjetrit e ma një menure, për besore. Po e legu së është asë gjë, o quna. E ma zeni njerës që s'keni pas lek mjetë, legu a kur, më, legu a meteorit, më, legu a gjojnë ma flisë, më. Legu është i mirë, është i nevojshëm, po jo, mos e ve karakterin, mos e ve burnin, mos e ve ftyrën, mos e ve familjen për lekore. Ike hyk bankës, hyk vidhë, hyk gabit, shkardhej motrën, si që bëjnë qunat. Po
Ku shqitet 500 ftyrën të më TikTok për 500 euro, për 300 euro, tur për faqja zezore. Që më voni kam marrë vesh, që mi kanë pason që i paguen, i zem, i jip shumë 2-3.000 euro njanit, qatë 2-3.000 euro. Më të thoshin me 500 euro, e kanë pagull filanin qatë të qajtë. Jo, thosht që s'ka mundësi. O e ka dhanë filani 500 euro. Si modele shoha nanën e motrën e tjetrit për 500 euro. Po të mi lypë mu 500 euro, por nuk t'i dhash. Mos i shkopsha nanës më shpi. Shkopsha në kibot, mi lypë mu mër 500 euro, pja punë. Pja punë e bez burës. Mos ja shohat pjetit nanën e motrën. Mos. Unë kam bëj gabim shumë jetë. E nuk ka natë që nuk më kalon trunë. Famësia rrita unë mu shajt me shokë. Famësia rrita unë mu shajt me shokë. Famësia rrita unë mu shajt me shokët. Këtu. Si arriton me ra viktim, që unë kam ra viktim, kam qenë në 2008 në Burg në Shqipro, në mes të arabëve, në mes lloj racave, tek pull shqiptarë. Ku kam hyrë mrena më të Burg, kanë pyet nga je shqiptari, kam thënë. Ku është Shqipëria, më tha. Ku është Shqipëria, e kupton? Imagjino, tek shqiptar, edhe më pyetën, edhe thot dhe ku nuk e dishin ku dhe është dhe Shqipëria. E kam dalë si burrë, dure. E s'jam bëha legeni kujt. As s'ma ka shty njeri, as m'ka prek njeri. Pse? Vërtet isha tek pull shqiptar, se quna që kanë qenë për burqë, me qenë tek pull shqiptar, a pak probleme, ke për dy. Isha kërvadhin tim, si shkoja njeri ju të territori vetë, se kaloja të vizën time, mas të leja njeri. Se më burë kur bjetë provokojnë. Provokujnë. A i vëtu me ngreti dorën, unë e lujta dorën. Quna që kanë qënë në burg e kupten pjesë tek shqiptar, në mes një burgu me 2000 veta. Rregull. Besoj se u sqaru mi herë mirë. Mos më lodhni kot. Të më thënë ky, aj, ju, ne, jeto. E kam bo një gabim, kam dalë, kam polë qëtunë. Atëherë, e dhjeba. Më rëshkiti kam atëherë. Ma kanë myllë gojnë. Ma kanë myllë burët. Jo se na kanë myllë se... Na kanë myllë se... Kemi lanë namë. Na u ka myllë goja vetë nga turpi. Se goja të myllët nga turpi në jere, kuptoni? Nuk është për qeshë shoku. Kur bat turp, e myllë gojnë, e ullë kokën. Kur ke sedre, je burë. Kur je laskar, zgërdhi të rritë. Tu që kaqë, ki isha unë mi u thanë. Nuk jam alat pjas kuj, jam shok i shumë qunave, kam respekt për shumë quna këtu në TikTok, për do quna, jo për do quna kam respekt, kam shumë respekt dhe kur dune kanë derën hapur të mu,
Kur dune kanë derën hapur të mu, si për mirë, si për keq. E kanë fitur respektin, që që mos më lodhni tronë mu, se hyna 2 herë në TikTok, hyna dhe mra me Elin, do hy prap me Elin, me shok të mi, do hy kur të ndoj qefi, se në lotët njeri, e kupton? Po nuk më pëlqeva jo që bëhat ju me turinat e TikTokut. Eli Maleksi një zgjidh vetë, halët e vetë. Regull, ju bani mirë që koni punë të juja, që i zgjidhin privat ato. Edhe që e kemi që situatën mërëm, që i se nësë, që i se nësë, vojnë e pash, e kemi që ju. E shikon, ju që jeni të komentu shtar që të ka sha dori, tani ju që jeni këtu të që pëthot të ka sha dori, shanje me nane, me motër, që kuja të kërku me zort, se unë fola një 10 minuta për punë me dori, për punë me Aleksit, për punë me Elit, që shanje pak o blatë nëse se keni pësbi këtë rëpsimin, se shtë rëpsima i kryon këtë shto intrigat e TikTokut, e kuptojnë? Jo, shanje gjithë që ta kuptoj, e si puna jo me turinën, se ndami janë, e kuptojnë? Që ta kuptoj. E qikon, kam 20 minuta, 30 minuta që jam të folë, e një të më kuptu pëse që unë qikoj energjin e komenteve njërën, edhe me nova mu dhënë dhe mesazh gjithë tjerve. Nuk është vojnë. Ullë një kokën, shaje tjetërin personalisht, si je djali kesh, je i pabes, nëse është i pabes. Je hajdut, thuj hajdut, nëse është hajdut. Thuj shkërdat, nëse është shkërdat. Thuj spion tjetërit, nëse është spion, po nëse është. Kur ta shajsh tjetërin, ta fëndesh tjetërin, do t'jesh fakte, për shdo gjanë. Fakte. Shajet, degenerojat, nëse e ban veni, nëse t'bjem qatë, që nëse tjetëri është shkardata, djeli kesh, lem punë betë, mësë merë fare me ta. Shpun ke me ta, dha. është djeli kesh për vetë në vetë, mësë ju apro. Rri punë tani. E kuptoni këtë gjanë. Mos akuzon tjetrin pa pas fakte. Fakte, unë nuk thamë, nëse e mani mend që u kam thënë nuk besojmë Zot. Pse nuk besojmë Zot? Besoj se ka diçka, po, unë nuk e kam pa, as nuk e kam bje, as nuk e kam prek. E kupton? Do me thënë, pa jap besën për diçka, e ta jap qafën mas besës. Dhe ta dhash besën, qafën ta jap mas besës. Pa ma diçka që nuk e di, nuk e kam pa, nuk mundën me ta bërtëtu ty, apo me të thënë po e bi unë, ja, kjo e bi unë është gabim, se e merë në qafë tjetrin. Normale më se shajtë bravo të qovë, tjetrin pa fakte, pa pas gjanë. Mos akuzo, në gjë qikë, nëse keni pa një pedagog, se di që e ka emrin, nëse kuptonin, të ka përdu në gjerë të vidi, në gjerë dikur TikTok, edhe thoshte që deri sa erdhi materializmi, para se marë materializmi
materja, se që thënë të zemin, se s'kam bëjmë këtë. Materializmi, njerëzit tha, unë bashin mas fjale. Nga momenti tha që erdi leku, erdi kjo, ajo. Materializmi më pak fjallë, humi besa, tha, humi fjalla. Kërkonja pedagogun, gjenje, edhe da kuptoni.